Horoskopi për ditën e mërkur 15 korrik 2026. Le të fillojmë me shenjën e parë me dashin. I dashur dashi, sot është një ditë ku dëshira për të argëtuar në jetë dhe për të bërë gjëra që ju sjellin kënaqësi është më e fortë se zakonisht. Hëna ju sjell një energji më të lehtë dhe më të gëzueshme, ndërsa Saturni ju ndihmon të ruani ekuilibrin dhe të mos humbisni fokusin. Po shfaqeni përpara të tjerëve me siguri dhe vendosmëri. Ke një dëshirë që të jetosh jetën në liri, për të provuar gjëra të reja dhe për të ndjekur atë që të bën të ndihesh më mirë. Një ndryshim i rëndësishëm në mënyrën se si shihni të ardhmen po fillon të marrë formë. Mund të marrësh një lajm të mirë. Një ide mund t'ju bëjë të ndryshoni drejtimin e interesave tuaja, të mësoni diçka ndryshe ose të krijoni mënyra të reja komunikimi. Pra në përgjithësi dashi në këtë ditë kërkon ndryshim. Në dashuri siguria dhe pasioni ecin krah për krah. Biseda të sinqerta dhe të ngrohta ju sjellin më pranë njëri tjetrit. Puna dhe financat varet nga intuita juaj. Ajo ju ndihmon të dalloni mundësi të reja për përmirësim. Shëndeti në përgjithësi është i mirë. Ngjyra me fat është e kuqe dhe e verdhë. Koha më me fat është mesditë. Demi. I dashur Demi, në këtë ditë do të ndihesh i lidhur me familjen, shtëpinë dhe gjërat që ju japin siguri. Është një ditë e mirë që të përfundosh disa punë që i kishe lënë për gjysmë. Të rregullosh ambientin ku jeton ose të kalosh kohë me njerëzit që ju sjellin paqe. Keni nevojë për stabilitet dhe rehati. Ndonjëherë ju vjen papritur dëshira të largoheni nga gjithçka, vetëm që të marrësh frymë lirisht dhe të dëgjosh veten. Një energji e re po ju shtyn të mendoni ndryshe për paratë dhe mënyrën se si të ndërtoni anën tuaj të sigurt financiare. Mund të zbulosh metoda të reja që të përmirësosh financat. Në punë, po kombinoni praktikën dhe kreativitetin dhe kjo mund t'ju japë rezultate të mira. Jeta sentimentale është e ngrohtë, do të kalosh momente të bukura. Trupi juaj kërkon pak pushim. Dëgjoja atë. Ngjyrat më me fat janë e bardha dhe e zeza. Koha më me fat është ora 9 deri 11 paradite. Binjakët. I dashur binjak, mendja juaj sot punon shumë shpejt. Hëna ndriçon zonën e komunikimit dhe ju sjell një dëshirë për të folur, për të shkëmbyer ide dhe komunikim me njerëzit që ke pranë. Bisedat janë shumë të rëndësishme. Një informacion i ri apo një takim mund t'ju hap një derë që nuk e dije se ekzistonte. Edhe pse dëshira për ndryshim është e madhe, ndikimi i Saturnit ju ndihmon të qëndroni me këmbë në tokë. Mos e shpërndani energjinë në shumë drejtime njëherësh. Në këtë periudhë, ju jeni të hapur ndaj mënyrave të reja të menduarit. Mos ke frikë të dalësh nga rutina, sepse aty mund të gjesh mundësi interesante. Në dashuri, komunikimi ju afron më shumë. Idetë tuaja në punë sjellin përfitime financiare. Shëndeti është i mirë, por bëni pak kujdes me lodhjen mendore. Ngjyra më me fat është ngjyra jeshile. Koha më me fat është 11:30 deri në 14. Gaforja, e dashur gaforra. Dita të këshillon të ecësh ngadalë, por me hapa të sigurt. Mund të përfundosh një çështje që po ju pret dhe mund të ndjesh kënaqësinë e një pune të mbyllur. Një energji e re ju frymëzon të ndiqni dëshira që shpesh i lini pas dore për shkak të
punëve tua të përditshme. Është një moment i mirë që të gjesh ekuilibrin mes jetës private, karrierës dhe kohës për veten. Largoni lidhjet apo situata të cilat janë të tilla që ju marrin energjinë, qofshin njerëz apo probleme të tilla. Po mësoni se pushimi nuk është një humbje kohe, por mënyra që ti të kthehesh më i fortë. Në dashuri kërkon më shumë thellësi dhe kuptim. Financat kërkojnë kujdes, por mundësi të reja ndoshta mund të shfaqen për disa prej jush. Ngjyra me fat është blu dhe mustard. Koha me fat është 17 deri në 20. Luani. I dashur Luan, hëna është duke u futur në shenjën tuaj dhe kjo ju sjell një ndjesi të fortë rilindje. Ndoshta do të ndihesh sikur është momenti për të lënë pas ngarkesat emocionale dhe të fillosh një kapitull më të ri. Jeni shumë të lidhur me dëshirën për të krijuar dhe për të shprehur veten tek të tjerët. Idetë tua mund të jenë të forta dhe frymëzuese, por sot është e rëndësishme që ti të gjesh një ekuilibër midis ëndrave dhe realitetit. Mund të kuptoni më qartë cilat probleme nuk ja vlen më të marrin energjinë tënde. Lëri gjërat të rrjedhin. Ato që ju rëndojnë do të largohen dhe kështu ju do të hapni më shumë hapësirë për mundësi të reja. Ndoshta mund të shfaqen njerëz apo përvoja që do t'ju nxjerrin nga rutina dhe do t'ju tregojnë një tjetër drejtim në jetë. Tërheqja juaj është shumë e fortë, ndaj kjo do të jetë një faktor që do të ndikojë në lidhjen në çift. Në punë, projekte të reja fillojnë të marrin formë. Shëndeti është i mirë dhe energjia është në rritje. Për sa i përket ngjyra me fat është rozë dhe kafe. Koha me fat është mbrëmje. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, mendja dhe trupi të kërkojnë pak qetësi. Ndoshta do të kesh nevojë për të tërhequr pak nga zhurma e përditshme, për të pushuar dhe të mbledhësh energjitë. Mos u përpiq të zgjidhësh gjithë problemet menjëherë. Ndonjëherë disa përgjigje vijnë më lehtë kur i jep vetes kohë për të menduar dhe relaksuar. Kjo është një periudhë e mirë për përmirësime në shtëpi. Do të organizosh planet tua personale me lehtësi. Ndryshimet të vogla do të japin rezultate të mëdha dhe kjo do t'ju gëzojë. Një punë po afrohet në një drejtim më pozitiv dhe ti mund të ndjesh që përpjekjet tua do të vlerësohen. Për sa i përket marrëdhënieve, momente private dhe qetësi do të kalosh me partnerin. Shëndeti përfiton shumë nga gjumi dhe koha e rikuperimit. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është në darkë. Peshorja. E dashur peshore, sot është një ditë ku përpjekjet e tua për të ndërtuar diçka të qëndrueshme mund të japin rezultate të mira. Do t'ju dalin mundësi më të qarta, të cilat do t'ju bëjnë që të shikoni gjërat që ja vlen, të marrin kohën dhe energjinë tuaj. Ndikimi fort i yjeve ju shtyn të dilni pak nga zona e zakonshme dhe të eksploroni disa ide, vende apo përvoja të reja. Ndoshta një udhëtim me njerëzit e tu të afërt do t'ju bëjë mirë. Bisedat me njerëzit mund t'ju hapin horizonte të reja dhe do të mësoni diçka që nuk ua priste mendja. Dëshira për aventurë. Sot është e madhe. Dëshironi të shikoni vende, të mësoni gjëra të reja dhe të afroheni me njerëz që ndajnë të njëjtat interesa me ju. Gjithashtu është një moment i mirë që të mendosh për ëndrat e tua afatgjata. Miqt dhe njerëzit e familjes do të luajnë një rol të rëndësishëm
në planet e tua. Jeta në çift është harmonike. Ajo fillon të rikthehet dhe marrëdhëniet bëhen më të qeta. Financat, gjërat në përgjithësi janë të stabilizuara. Shëndeti i mirë. Për sa i përket ngjyrave më me fat, është ngjyra kafe e errët dhe bezh. Koha me fat është 16:40 deri në 18. Le të kalojmë tani tek shenja tjetër, shenja e akrepit. I dashur akrep, sot do të ndjeheni shumë emocional. Emocionet të forta do të kesh aftësinë t'i kthesh në forcë dhe motivim. Hëna ju ndihmon të përqendroni në detyrat që kanë rëndësi dhe ju jep më shumë siguri që të ecni përpara. Kjo është një ditë e mirë për të organizuar gjërat dhe punët e mbetura. Të duhet të ndërrosh një ritëm në jetën tënde dhe mund ta bësh sot. Ndoshta një drejtim i ri në jetë, në ide, në udhëtime apo ndërrim pune mund të shfaqet në këtë ditë. Rutina kërkon të thyhet. Ti mendon për një punë të re. Për sa i përket shëndetit, qëndroni të hidratuar, eliminoni vapën dhe në dashuri pasioni bëhet më i pjekur dhe më i qëndrueshëm. Ju po hidhni hapa drejt një lidhje më të konsoliduar. Për sa i përket ngjyrave me fat, është ngjyrë gurkali, blu e çelët dhe e zezë, ndërsa koha me fat është në mëngjes. Shigjetari. I dashur shigjetar, intuita sot për ju është e lartë. Ti do ta kuptosh menjëherë se çfarë idesh kanë potencial dhe cilat rrugë ju çojnë drejt suksesit. Do të kristalizoni diçka në mendjen tuaj që keni kohë që i vini për qark. Energjia juaj është e lartë dhe mund ta përdorësh për të krijuar dhe për të provuar diçka të re. Një ndryshim i madh në mënyrën se si lidhesh me botën po fillon të ndihet. Do të jesh i hapur ndaj njerëzve të ri, mund të hysh në bisedë, mund të shkëmbesh përvoja dhe mund të zgjerosh mendje. Kjo është një periudhë shumë e mirë për dashurinë dhe për të treguar talentet e tua. Sa më shumë që të jesh vetvetja, aq më shumë do të tërheqësh mundësi të mira. Në punë dhe para, guximi mund t'ju sjellë përfitime. Sot, nga ana e shëndetit, do të ndjeni plot energji. Ngjyrat me fat janë lejla dhe e kuqe. Koha me fat është mbasdite e vonshme. Kalojmë tani tek Bricjapi. I dashur Bricjap, sot do të kesh disa ndryshime të vogla. Ndoshta nuk e ke pritur, ndoshta do të vinë surprizë, por do t'ju pëlqejnë. Bëj disa hapa të zgjuar dhe mendohu mirë për të nisur diçka të re, ndoshta një projekt, ndoshta një punë, apo ndoshta fillimi i një marrëdhënie. Do të mendosh dhe për financat, mënyrën se si menaxhon burimet dhe si mund të krijosh më shumë të ardhura për veten. Një qasje ndaj shtëpisë dhe jetës familjare ju sjell paqe dhe qetësi. Ndryshime në ambientin ku jetoni mund të ndikojnë pozitivisht edhe në punë edhe në mirëqenie. Shëndeti përmirësohet fal zakoneve të mira dhe një ritmi të ekuilibruar. Ngjyrat me fat e kafe e ngrohtë dhe gri metalizator. Koha me fat 18 deri në 20. Le të kalojmë tek shenja e ujorit. Për ju ujor, sot kërkohet më shumë ekuilibër. Një ndjenjë e fortë lidhje të afron me njerëzit që ke pranë. Mund të lindi një ide për të takuar një mik që ke kohë që nuk e ke parë.
Besimi tek vetja dhe dëgjimi i intuitës tuaj ju bëjnë më tërheqës dhe më të sigurt. Kjo periudhë ju bën të hapur ndaj disa aktiviteteve të ndryshme të cilat ju bëjnë të shijoni jetën. Mund të zbuloni interesa që nuk i dinit. Në marrëdhënie, takime të papritura dhe biseda të thella mund të sjellin emocione të bukura. Mos harro të kujdesesh për trupin dhe mendjen tuaj. Bëj pushim dhe hidratim. Ngjyra me fat e zezë dhe e bardhë. Koha me fat është mesditë. Shenja e fundit, peshqit. Të dashur peshq, sot është një ditë e mirë për të rregulluar gjërat që kanë mbetur pezën dhe për t'u marrë me disa detaje që zakonisht ju i lini pas dore. Hëna ju sjell një energji më të madhe dhe ju ndihmon të organizoni kohën, punën dhe kujdesin ndaj vetes. Ndoshta sot do të vini re shumë probleme për qarkjush, por ndryshimi është se sot ke dhe dëshirë dhe forcë për t'i zgjidhur ato. Mënyra se ti e shikon rehatin, sigurinë dhe bollokun po ndryshon. Tashmë ju peshq po kuptoni se ndonjëherë gjërat e vogla që bëni çdo ditë krijojnë ndryshime të mëdha. Jeni intuitiv dhe kjo ju ndihmon të gjeni një zgjidhje për një çështje personale. Në dashuri duhet të japësh shumë ngrohtësi dhe kujdes për partnerin. Shëndeti shkon drejt një ekuilibri të mirë. Për sa i përket ngjyrave me fat, është ngjyra bezh dhe krem. Koha me fat është 19 deri 21. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.